Kjo është një sfidë e re. Sfidë ushqimore e të pasurve kundër të varfërve kundër mega të pasurve. Vajzat do të duhet të hanë ushqime të ndryshme. Mund të jetë vërtet e mirë, ose jo dhe aq e mirë. Le të fillojmë. Këto janë torta. Fantastike. E shkreta, Britney, ka vetëm miell. Kjo është një tortë e bukur. Dhe kjo duket shumë e shtrenjtë. Cool! Le të fillojmë me Britneyn. Ajo ka opsionin më të lirë. Çfarë duhet të bëj me mielin? Okej, le ta provojmë. Duket mirë. Iu, kjo është e pështirë. Prit, Britney. Nuk ke pse ha miell. Duhet të bësh një tortë me të. Hajde, ti mund ta bësh. Na duhet një tas. E mbushim me miell. Më pas, shtojmë pak qumësht. A e di ku ta marrësh? Britney? Sigurisht, kjo është viza ime e dashur, Lili. Ajo është gjithmonë e lumtur të më jap pak qumësht. Shumë më mirë, faleminderit. E po, vajza, tani kam qumësht. Tani shtojmë disa vezë. Por ku mund t'i marr? E drejt! Atje ka një folle. Fantastike! Le të marrim disa vezë. Janë shumë të mbyllura. Oh, Britney. Zogu nuk është i kënaqur që po i vjedh vezët. Vrapo për jetën tënde. E po, mezi shpëtove. Por ke vezë për tortën tënde të ardhshme. Le t'i thyejmë në një tas. Fantastike! Na mungon diçka. Na duhet pak sheqer. A mund të gjesh diçka? Oh, ka sheqer në koshin e plehrave. Gjithçka që të duhet është pranë. Tani Britney do të bëj një tortë jashtëzakonisht të shijshme. Gjithçka që mbetet është të përzjejmë gjithçka. Ndjehem sikur po prek slime. Wow, e shijshme. Por tani më duhet një kallëp. E hedhim brumin atje. Fantastike! Tani e dërgojmë në furr. E po, unë nuk e kam, kështu që le të ndezim pak zjarri. Më duhen disa dru. Fantastike! Prit, le t'i vëm flakën. Kam shkrepse. Nuk është çudi, unë shkoja për kamping me prindrit e mi gjithë kohës. E po, pa dyshim që nuk ishte e kot. Mbetet vetëm ta pjekim. Wow! Kjo duket vërtet cool. Një rregullim i bukur. Tashmë mban erë të shijshme. Mendoj se mbaruam. Le të shohim. Oh, duket shumë e shijshme. Dua shumë ta provoj. Duhet të jetë shumë e shijshme. E po. Është ende shumë e nxehtë. Hajde, ftohu. Tani mund ta provoj. Oh, jam shumë e emocionuar. Vajza, kjo është vërtet e mirë. A doni ta provoni? E po, s'ka gjë, nuk do ta ndaj. Më duhet shërbëtori im tani. Oh, ja ku je. Shtro tavolinën për mua tani. Më duhen disa takëm dhe një pecet. Nuk dua të bëhem pis. Shkëlqyeshëm, faleminderit shërbëtor. Le të provojmë një copë. Duke e prerë? Duket shkëlqyeshëm. E po, mos rri vetëm aty. Fshi me gojën. Kjo është më mirë.
Kjo është e gjitha që do të hash? E po, mendoj se tani është radha e Nicole. Monika është ngopur tashmë. Më lini ta provoj. Oh, po, e drejt. Më duhet patjetër një kuror. Po, s'ka gjë. Kam një plan. Kush mendon se je? Po, tharsja ime e flokëve bëri punë të përsosur. Kjo do t'jetë argëtuese. Diçka nuk shkon. Çfarë kam në fytyrë? Çfarë makthi? Monika, a ma shkrive kurorën? E po, s'ka gjë. Kam një tortë të shishme dhe të shtrenjtë. Dhe është vërtet e mirë. E po, Nicole, shijoje. Wow, ajo po e ndan. Tani vajzat kanë makineri interesante. Oh, hudhër? Është e pështirë. Skittles, fantastike. Dhe Britney, wow, gjelatine art. Kjo është e mrekullueshme. Le të fillojmë me Monikan. Hey, unë nuk dua ta bëj këtë. Okej, do ta provoj, por kam një ide. Kam një baget franceze. Pa dyshim që duhet jetë më mirë kështu. Le të shtrydhim pak gelatin mbi buk dhe tani mund ta provoj. Ende duket tmerrshëm. Wow, Monika, ti po e bën vërtet këtë? Ne jemi të shokuar. Iu, mban erë të pështirë. Pa tjetër që duhet hash pak qamçakës pas kësaj. Megjithatë, Monika ka plane të tjera. Vajza, ja ku e keni, është një tullumbaçe për ju. Let's go! Dhe tani do ta plas. Le ta provojmë. Do t'jetë shumë argëtuese. Si ju duket? Iu, kjo është e pështirë. Let's go! E po, unë do t'kaloj te skittlesat e mi. E dashuroj këtë. Këtu është një tart. Është gati. Hedhim pak gelatin atje. Dhe tani, le ta provojmë. Wow! Ka aq shumë ngjyra. Dhe është shumë e shijshme. Wow! Nicole, çfarë po ndodh me ty? Ti ke ndryshuar. Tani e veshur e tëra me të verdha. Cool! Le të vazhdojmë. Provo edhe pak gelatin. Duhet të jenë skittlesat shumë ngjyrësh. E po, tani veshja blu të shkon me fytyrën. Monika, mos e prek. Kjo është e imja dhe nuk do ta ndaj me ty. Është shumë e shijshme dhe argëtuese. Shiko flokët e mi, duken fantastik. Më pëlqen ngjyra e gjelbër. Mos u bëj xheloze, shoqe. Britney, është radha jote. Britney do të të shokohet. Ajo nuk ka ngrënë kurar më parë. Hajde, shijo pasurin. E po, është ari vërtet. Dhe Britney ti pëlqen. Çfarë ke në kokë? Një tiar. Por kjo është kurora ime, jo e saj. Nuk ka mundësi. Çfarë ndodh nëse e provoj përsëri? Le të marrim pak gelatin. Sa e shijshme. Wow! Kam kaq shumë art tani. Çfarë ndodh nëse e provoj përsëri? Wow! E mrekullueshme. Britney, a nuk janë shumë bijuteri? A mund t'i mbash? Oh, ajo ra. Tani është zyrtare. Britney nuk mundi ta përballonte pasurinë. Dih tani keni kokë. Britney mori më të lirën. A ka diçka atje? Nicole?
E po, është standarde. Monika, një Coca-Cola e artë? Kjo është tjetër gjë. Le të fillojmë me mua. A ka diçka brënda? Le ta provojmë. E po, mendoj se ishte një pik. Oh, prit! Okay. Nuk ishte, por s'ka gjë, do ta ha gjithsesi. Është e shishme. Çfarë ke ndërmend tani, Britney? Wow, ku e more atë çekiç kaq të madh? Dhe çfarë po bën? E ke shtypur kanaçen. Cool. Ndonjë ide se çfarë të bësh më pas? Oh, mendoj se e di. Do të bësh një dekorim për veten, si bijuteri. Kjo është fantastike. Duket me stil. Por vajzat tona të pasura nuk mund ta kuptojnë këtë. Let's go! E po, është radha ime. Unë kam Coca-Cola të thjesht. E po, duhet ta hap, por nuk po funksionon. Hajde, hapu! Asgjë nuk po ndihmon, por kam një ide. Okay. Do të ndryshoj në samuraj. Atëherë patjetër do t'jem në gjendje ta hap të shishe. Përvesh mëngët, nxjerr katanën time. Oh, po, u çliruam nga tapa. Gjithçka që mbetet është të pim gjithçka. Është kaq e thjesht, mund të fillosh. A mund ta pish të gjithën? Prit, janë 2 litra Coca-Cola. Kjo është shumë. Dhe unë e dashurova. Më falni të gjithë. Qova se fuqishme. Askush nuk e priste këtë nga ti, por ne po vazhdojmë. Coca-Cola jone e artë. Monika, çfarë ke menduar? Shërbëtor, më duhet ndihmë. Hajde, hidhe direkt në gojën time. Kjo është e shishme dhe është e artë. Oh, shërbëtori ra në dashuri me Nikolën ton. Por ti e harove plotësisht Monikan. Ajo do të mbytet në Coca-Cola. Më herët vrapo. Dhe tani keni Nutella. Të gjithë e duam atë. E Monikas është e lirë. Nicole ka një mesatare. Britney, je shumë me fat përsëri. Është Nutella e artë. Kjo është shmenduri. E po, gjithçka është e qartë. Oh, Volla të përdorja këtë mundësi, por s'ka gjë. E di. Është bosh, por kam një plan. Më duhet një majote, shef. Okay. Duhet të bësh diçka për këtë. Pa tjetër që mund ta bëj këtë. Unë tashmë e di. Kam një plan gjenial. Marrim pak qumësht, e hedhim në kavanoz. Pastaj e mbyllim dhe e tundim mirë. Duhet ta bëj më fort? Shkëlqyeshëm. Tani kemi një milkshake me çokollatë. E dekorojmë me pana. Dhe grim pak çokollatë sipër. Vendosim një pips. Ku është? E përsosur. Zonjusha Monika, provojeni. let's go! E keni seriozisht? Prit, kjo është vërtet e shishme. Ja pagesa, miru pafshim. Let's go! Është pa dyshim e shishme, por është radha e Nicole. Nutella Rose duhet jetë shumë cool. Po, në fakt është shumë e shishme. Jam e mrekulluar. Është shumë e shishme. Nicole, ku janë sjelljet e tua? Nuk ka rëndësi, po shijoj ushqimin tim. E shishme. Çfarë? Pse më shikon ashtu? Nicole, ja një pasqyrë.
Hëngra ai shumë sheqer sa tani ke puçra. Mendoj se është qesharake. Mos u shqetëso, do të kaloj. Dhe tani është radha ime. Le t'i hedhim një sy kësaj Nutella të artë. Po, shkëlqen. Wow, sa e bukur. Ka patjetër aratje. U krye, jam e gatshme të blej Nutellën tënde për $100. Unë ofroj një mje. Okay. Wow, këtu po zhvillohet një ankandi tër. Sa para do të marrë Britney? Shumat po rriten. E po, kjo është një valixhe e tër me para. Ups. Çfarë ndodhi? Nuk do ta lë të ik, do ta marr Nutellën. Unë njoh teknika sekrete të karates. Kjo është më mirë. Tani më lini ta provoj. E shishme. Oh my.